Një javë pas fillimit të operacionit për zgjesimin e lëndëve narkotike dhe goditjen e grupeve kriminale që sulmuan policinë gjatë këtij aksioni, bilanci i pranisë së shtetit në Lezërat është domethënës. Me kapjen sot të 1.4 ton marijuan, sasia e lëndës narkotike të sekuestruar dhe zgjesuar në këtë zonë gjatë 7 ditëve shkon në 41 ton, e gjetur në shtëpi, oborret dhe magazinat e këtij fshati. Paraditën e së dielës, grupet policisë dhe forcave speciale shkatruan edhe një sasi të konsiderueshme bimësh dhe fidanësh, duke e quar numrin e tyre në mbi 112.000. Ndërkohë policia arrestoi gjatë natës 3 persona, të cilët akuzohen për sulmin me armë ndaj policisë. Nga kontrollet në shtëpitë e Lezaratit u gjet sërish sasi e konsiderueshme armësh dhe fishekësh, si dhe tritole, lëndë të tjera eksplozive. Në total, numri i shtëpive ku policia ka sekuestruar drogë dhe armë ka shkuar në mbi 470 gjatë një jave. Në teren, policia shoqërohet edhe nga grupet e prokurorëve që po bëjnë evidentimin e provave të krimit. Si pasojë e kësaj pune është bërë mundur që deri tani të arrestohen 21 persona, ndërsa shumë të tjerë janë shpallur në kërkim. Ndërkohë, e diela e kësaj fundjavë i gjeti sërish të shkreta rrugët e Lezaratit. Shumica e njerëzve në këtë fshat e kanë lënë atë përkohësisht sapo policia e mori nën kontroll 3 ditë më parë. Dikush ka zbritur tek të afërmit në Gjirokastër, dikush tek miq në fshatra të tjera apo në Sarand, por fshati ka mbetur pa njerëz. Madje një dasëm e planifikuar për sot është anulluar pasi të zotit të shtëpisë nuk ka se kush të shkojë për urim. Banorët që kanë mbetur këtu përshëndesin aksionin e policisë për shqirimin e fshatit nga bandat kriminale, por kërkojnë që përpara ligjit të mos shkojnë ata që nuk janë përfshirë në krime. Nuk mund të bëjmë fajtor askënd të paktën policin për këtë që ndodh, ishte diçka që duhej bërë. Të tjerë kanë qelluar dhe të tjerë akuzohen padrejtësisht. Edhe pse shumica e fshatit në 23 vite është marrë me prodhimin dhe tregtimin e kanabisit, tashmë që ky burim të ardhurash nuk ekziston më, banorët kërkojnë nga shteti që t'u gjejë punë. Ku do vej ky popull i Lezaratit? Këtë duau. Që mos na dalën fëmijë atje për poshtë, të vjedhen, të presën. S'më duhet as Partia Demokratike, as Partia Socialiste. U dua vetëm qetësi, kush është kriminal, kush ka bërë faj, ti vër për atje ti mirë në Gjirokastër, atje në qytet, e ti zitë klëp e dirama. Kur ka kaluar një javë nga operacioni i policisë anti-kanabis, strukturat e saj vijojnë me të njëjtin ritëm kontrollin e banesave për lëndët narkotike si dhe armët pa leje.